Në mes të liçenit Victoria, i rrethuar nga uji i turbull dhe qiell që ndryshon vazhdimisht, noton një shkëmb i banuar që nuk shfaqet në broshura apo harta turistike. Quhet Migingo, por mund të mos ketë emër. Nga larg duket si një gabim, një shkëmb i mbuluar nga çati të ndryshkura, tym i vazhdueshëm dhe trupa që lëvizin pa pushim. Askush nuk e di se sa njerëz jetojnë atje, ose për sa kohë. Në këtë vend, gjithçka duket e improvizuar, por asgjë nuk i shpëton kontrollit. Jeta nuk është e organizuar, bëhet fjalë për mbijetesë. Ajo që ndodh në Migingo rrallë raportohet, dhe ajo që raportohet pothuajse kur nuk besohet. Çfarë përmban ky shkëmb i vogël që i detyron kaq shumë njerëz të qëndrojnë më gjatë se sa kishin ndërmend? Mirë se vini në Mundare. Sot do t'ju tregoj. Le të fillojmë. Kur Migingo ishte vetëm një shkëmb për vite me radhë, ajo copë shkëmbi në mes të liçenit mbeti aty, e rrethuar nga uji dhe era, pa asnjë peshkatar që ndalonte. Disa kalonin në distancë, të tjerë ndryshonin rrugën e tyre. Kishte raportime për zhurma, lëvizje të çuditshme dhe drita të pashpjegueshme, dhe kjo ishte e mjaftueshme për t'i mbajtur varkat në rrugën e tyre. Nuk kishte çati, asnjë gjurmë përdorimi njerëzor. Vetëm shkëmbim të lagësht, pulbardha deti që kalonin dhe val. Në fillim të viteve 1990, një grup që eksploronte vende të reja për të hedhur rrjetat e tyre erdhi atje nga nevoja e pastër. Me pak mundësi, ata provuan fatin e tyre. Ajo që kapën atë ditë ishte e papritur, një varkë e madhe me mish të fortë dhe ngjyrë të mirë, të ngjashme me të cilat nuk kishin parë prej kohësh. Ata e përsëritën udhëtimin. Ata u kthyen të nesërmen. Lajmi u përhap shpejt midis atyre që kishin shtëruar tashmë vendet e tjera. Varkat filluan të shfaqeshin nga brigje të ndryshme. Të parët që mbërritën e bën këtë me motor të vjetër, mustaqe të grisura dhe pothuajse pa furnizime. Ata hodhën rrjetën dhe peshku i kapur i u përgjigj. Rezultatet e bën të qartë se vendi ja vlente. Shpejt dikush lidhi një copë midis shkëmbimeve. Një tjetër gatuante mbi një kanaçe kallaji. Një i tretë flinte mbi thas në një cep me hije. Ata filluan të shënonin hapësirat me litar, degë të thata ose çanta shpine të lagura. Çdo vend i shesh ishte në rregull për të qëndruar. Çdo ditë sillte më shumë njerëz. Disa vinin vetëm, të tjerë në grupe. Ata sillnin ushqim të ruajtur në kanaçe, akulli, kanaçe karburanti të ricikluara. Secili gjeti vendin e vet, vendosi diçka me çfarëdo që mund të gjente, dhe nëse nuk kishte një mënyrë, flinte në vark, mbi drurin e lagësht. Varkat formonin një lloj gardi rreth shkëmbit. Ata flisnin gjuhë të ndryshme, por të gjithë kërkonin të njëjtën gjë. Shpejt filloi shkëmbimi. Disa sollën sapun dhe e ofruan në këmbim të peshkut. Të tjerë sillnin akull të mbështjellë me batanie ose gozhda të ndryshkura të përdorura për të rregulluar dërrasat. Shkëmbimi lindi vetë, pa rregulla ose të dhëna. Dorë për dore. Prodhime për ushqim. Zonat e sheshta u mbushën me grumbuj të vegjël me gjëra të dobishme. Çdo gjë që ishte e dobishme u ofrua. Kur mbaruan hapësirat e thata, disa zgjodhen të vendosnin platforma në ujë. Ata lidhen dërrasa në fuçi bosh, ngulën shkopin në të çara dhe ndërtuan sipërfaqe lundruese që mezi i përshtateshin një mustarde. Litar ishin të kryqëzuar, thika të fshehura në shkëmbing, çanta shpine vareshin nga gozhda dhe zjarre të ndezura në qoshe ku era nuk frynte aq fort. Zhurma u bë e vazhdueshme, motor, britma, goditje të forta. Ritmi u vendos pa pushim. Rrjetat u hodhën para agimit. Ato u tërhoqën kur qielli ishte ende i errët. Ato u pren, u pastruan, u varën në diell. E gjithë dita ishte lëvizje. Asgjë nuk ishte shkruar. Asnjë shënim. Guri, i cili kishte qenë bosh, tani mbante trupa, te, litar dhe tym gjithë ditën. Një ditë pa vend për të ndaluar shumë kohë para se qielli të fillojë të pastrohet, tashmë mund të dëgjoni zhurmat e motorëve që punojnë dhe burrave që kontrollojnë rrjetat e tyre, ndërsa të tjerët përfundojnë prerjet e fundit me thika të lagura mbi tavolina të pjerëta të bëra nga dru të vjetër, në një mjedis ku lagështia e liçenit përzihet me tymin që ngrihet nga tenxhere të dëmtuara të vendosura mbi gur të nxehtë.
Varkat, të lidhura sa herë që është e mundur, janë të paketuara aq afër njëra tjetrës sa trupat lëvizin midis plastikës së rrudhosur dhe mustaqeve të lagura pa shumë hapësirë për të manovruar, ndërsa disa gatuajnë në këmbë mbi platforma lundruese dhe të tjerë flenë me kokat e mbështetura mbi çanta shpine të varura nga gozhda të ndryshkura. Çdo metër katror kërkon një qëllim dhe nuk ka pushim nëse ka ende diçka për të lëvizur, prerë ose shitur. Strukturat ngrihen si të munden, disa kombinojnë deg me çarçaf të ndryshkur, të tjerë përdorin fuqi bosh si baza për dërasa të lagura që mezi i përshtaten një mustaqeje të palosur. Ajo që nuk është e përshtatshme për të fjetur përdoret për të lidhur, varur, mbuluar ose shënuar një hapësirë. Uji rrethon çdo cep dhe çdo gjë që nuk lundron dridhet me çdo hap. Midis kalimeve të ngushta, mezi të mjaftueshme për një burr që mbante një kuti ose një rrjet të mbështjellë, qarkullojnë kova me akull, biftek të sapo prerë, tabaka të improvizuara të bëra nga kapak fuqish dhe motor të çmontuar të zvarritur në përpellgje të errëta. Toka nuk është kurrë e thatë. Ata ecin mbi një përzierje të dendur luspash, yndyre, balte dhe benzine të vjetër. Askush nuk ndalet për të pastruar, lëviz vetëm ajo që u bllokon rrugën. Sekuenca e punës vazhdon pa ndërprerje të dukshme. Një grup hedh rjeta, një tjetër pret, një tjetër paketon atë që ka mbledhur. Ata bërtasin për të koordinuar lëvizjet, përgjigjen me fjalë të shkurtra dhe debatojnë troç. Ndonjëherë trupat shtyen fort me njëri tjetrin, por gjithçka kthehet në vendin e vet pa shumë pasoja. Ata që nuk shpejtojnë mbeten pas dhe çdo e mbushur para asaj pranë tyre është një avantazh që ja vlen të ruhet. Varkat më të vogla nisen herët, rrethojnë skajet e ishullit dhe kërkojnë midis rrymave që tashmë i njohin. Ata shkojnë vetëm ose në çifte. Kur kthehen, prodhimet klasifikohen, thahen, peshohen ose shkëmbehen. Nuk ka kohë për të menduar. Çfarë është në dispozicion ofrohet, çfarë mungon sigurohet. Renditja mbahet sipas ritmit. I pari që kthehet me një rezultat të mirë përcakton çmimin për atë ditë. Pas përdorimit, rrjetat shtrihen mbi korniza të lëkundshme të ndërtuara me dërasa të deformuara dhe grepa të improvizuara. Peshqit ekspozohen ndaj diellit pa mbrojtje. Nëse era e hedh një peshk në ujë, asgjë nuk ndërpritet. Çdo sekond matet me sa larg mund të shkojë puna. Duart vazhdojnë të lëvizin edhe me plagë të hapura ose sy gjysmë të mbyllur nga ethet. Një përzierje e trash aromash fluturon në ajër duke mbuluar gjithçka. Kripën e thartë të filetove, tymin e drurit të lagur, karburantin e derdhur në qoshe të pa aerosura. Disa i mbulojnë fytyrat me lecka të ndyra. Të tjerë ecin sikur aroma të ishte pjesë e trupit të tyre. Gjatë ditës, nxehtësia rritet derisa metali i mureve të bëhet i paprekshëm. Natën, rrobat e lagura ngjiten si një lëkurë e ftohtë, e dyllë. Brenda strukturave, sendet e pakta ruhen në kova të mbuluara, fener të dobët, pilula të mbështjella me copë, radio të vjetra të lidhura me spango, kartëmonedha të lagura të fshehura në rroba të ndyra. Gjumi kryhet në turne të çrregullta. Disa përdorin rrjeta të palosura dhe të thata si shtretër. Të tjerë fusin karton midis dërasave për të parandaluar grumbullimin e ujit. Këmbët dalin jashtë. Kokat mbështeten aty ku nuk do t'i shqetësojnë të tjerët. Kufi të padukshëm, pagesa të pashmangshme në ishull, identifikohen zona që veprojnë nën komanda të ndryshme dhe, megjithse nuk ka shenja ose kufi të dukshëm të vizatuar në tokë, ata që mbërrin kuptojnë nga prania e disa burrave me uniformë se cilën zonë po monitoron secili grup, kush kërkon informacion, kush vendos tarifa për akses dhe çfarë kushtesh vendos secila pjesë e punës. Të gjitha në varësi të asaj se kush qëndron pranë strukturave ose lëviz midis rrjetave me akses të lirë. Kur numri i peshkatarëve filloi të rritet vazhdimisht, një grup përfaqësuesish ugandas mbërritën me armë të dukshme. U pozicionuan në zona të ngritura ku mund të monitoronin lëvizjet e anijeve dhe filluan të kërkonin informacion nga ata që donin të operonin, origjina, sasia e kapur, lloji i motorit. Të gjitha të shoqëruara me tarifa të ndryshueshme që u dorëzuan pa dokumente ose regjistrim, në para të gatshme dhe ndonjëherë në formën e një produkti. Disa e bën këtë para se të fillonin, të tjerë në fund, por shpejt të gjithë e dinin se, për të peshkuar në mënyrë të sigurt, duhej të zbatonin. Disa ditë më vonë, një grup tjetër u dërgua nga Kenia, i parmatosur, por i veshur me uniforma administrative dhe dokumente të vulosura.
Ata gjithashtu kërkuan informacion, kontrolluan rrjetat, vëzhguan motorët dhe regjistruan praninë e tyre, duke deklaruar se toka ishte në jurisdiksionin e tyre. Kjo çoi në situata ku peshkatarët përfunduan duke ju përgjigjur në të njëjtën mënyrë dy komandantëve të ndryshëm, duke paguar 2 herë për të hedhur një rrjet, ose duke lënë një pjesë të ngarkesës së tyre në duart e zyrtarëve që kërkuan ndihmë për t'i lejuar ata të vazhdonin. Disa, për të mos u kapur në mes, përgatitën dokumentacion të dyfish, valvitën më shumë se një flamur mbi anijet e tyre, ose shmangën përmendjen e origjinës së tyre derisa të kuptonin se cili grup dominonte atë ditë. Rutina u përshtat me ritmin e këtyre ndryshimeve, ku gjëja e rëndësishme ishte të shkonin për peshkim pa ndërprerje, edhe nëse kjo do të thoshte të hiqnin dorë nga një pjesë e të ardhurave të tyre para se të dilnin në ujë. Burrat e armatosur patrullonin korridoret dhe platformat, inspektonin motorët, kërkonin dokumente identifikimi të laminuara, mbanin shënime në fletore të lira dhe nëse diçka nuk shkonte, ata mbanin një pjesë të produktit. Inspektimet nuk ndiqnin një orar të caktuar ose logjik të dukshme. Ndonjëherë ishin të shpejtë, herë të tjera më kërkues. Ata që nuk bashkëpunonin mbeteshin pa radhë ose humbnin hapësirën e tyre për të tharë të korrat e tyre. Pati situata në të cilat disa u transportuan për të i liçenit në pikat e paraburgimit në anën tjetër, u morën në pyetje në mjedise zyrtare dhe u kthyen pa shpjegime ose kompensim. Pas këtyre incidenteve, shumica e punëtorëve filluan të lëviznin më me kujdes, duke zvogëluar pyetjet, duke u përgjigjur vetëm asaj që ishte e nevojshme dhe duke ju përmbajtur kërkesave edhe nëse nuk e kuptonin gjithmonë pse ose nga kush. Ka zona ku operacionet kërkojnë të flasësh së pari me ata që janë të njohur me rrjedhën, ata që kanë vëzhguar prej kohësh se kush po paguhet, kur dhe në çfarë kushtesh. Në këmbim të një pjese të ngarkesës, këta ndërmjetës sigurojnë kalimin pa vonesa, japin udhëzime të qarta dhe lehtësojnë aksesin në hapësirat ku puna mund të bëhet me më pak pengesa. Efikasiteti ruhet sepse të gjithë kërkojnë të shmangin ndërprerjet. Sa herë që dikush mbërrin me prodhime, ata analizojnë jo vetëm motin, por edhe sa pika kontrolli ka midis varkës së tyre dhe zonës ku planifikojnë të presin ose peshojnë kapjen. Në periudha të shkurtra, mund të ketë disa filtra, secili me stilin e vet unik. Disa bëjnë pyetje me zë të ulët, të tjerë kontrollojnë pa folur. Çelësi është të dish çfarë të thuash, kur të tregosh filetot dhe si të lëvizësh pa ngjallur dyshime. Her pas here, grupet zyrtare zbresin, ecin disa metra, regjistrojnë, marrin shënime dhe largohen. Ata thonë se do të raportojnë atë që kanë vëzhguar, por rutina e përditshme mbetet e njëjtë. Askush nuk pret përgjigje. Gjatë këtyre vizitave, peshkatarët qëndrojnë të zënë, e shqyrtojnë me kujdes atë që thonë dhe vazhdojnë të punojnë si çdo ditë tjetër. Jetesa mes kanaqeve prej kallai dhe nxehtësisë ngjitse në ishull, tranziti zhvillohet midis hapësirave të ngushta të formuara nga mure kallai, fuqi të prera dhe materiale të grumbulluara njëra mbi tjetrën pa asnjë logjik, mes një strukture të improvizuar ku çdo cep i zën mbahet i bashkuar me çfarëdo që është në dispozicion, nga tubat e përkulur deri te copat e drurit të marra nga anijet e braktisura. Banesat janë të grumbulluara aq afër njëra tjetrës sa disa ndajnë të njëjtin mur të bërë nga dërasa të ndryshkura, të tjerat janë ngritur mbi fuqi të siguruara me gozhda të vjetra, dhe të tjera ende notojnë në buzë të ujit mbi platforma të lidhura së bashku, ndërsa era fshikullon mustaqet, përkul çatit e lirshme dhe kërcit nyjet e mbajtura dobët nga gurët ose litarët e vjetër të vendosur për të parandaluar shembjen e strukturave. Çdo hapësirë e mbyllur përmban hapësirë të mjaftueshme për të fjetur, për të ruajtur disa gjëra dhe për të shmangur diellin gjatë ditës. Trupat shtrihen mbi karton, dyshek të ndyrë ose rrjeta të palosura e të thata, të shoqëruara nga një tenxhere e thyrë, një kuti plastike që shërben si ndarje dhe një litar varjeje për tharjen e rrobave të lagura. Tavanet janë aq të ulta sa shumë njerëz përpiqen të hyjnë dhe batanie të grisura mbulojnë hyrjet. Gjatë pasditeve, nxehtësia e akumuluar në metal mbetet për orë të tëra. Çarçafët mbeten të ngrohtë edhe kur perëndon dielli. Ndërsa ajri mbetet i palvishëm, toka mban pellgje me yndyrë, luspa, mbetje ushqimi dhe urinë të shpërndara midis çarjeve të pambyllura, duke i detyruar njerëzit të ecin mbi dërasa të lirshme ose karton të lagësh të vendosur atje për të shmangur shkeljen direkte në balë. Zona e gatimit, larg të qenit e ndar, formohet midis korridoreve ku disa vendosin gur, kanaqe të hapura dhe tenxhere të djegura.
Ata i përdorin ato me dru zjarri të lagësht ose qymyr të vjetër për të zier ujë ose për të skuqur biftek në vaj që është përdorur disa herë, ndërsa tymi mblidhet në mbulesa. Erëson muret dhe përzihet me aromat që ndihen tashmë që nga hapi i parë midis strukturave. Uji i konsumuar mbërrin në enë të sjella nga kontinenti, transportohet në fuqi të ripërdorura, ndahet midis të njohurve ose ngrohet mbi prush para se të ruhet në shishe me kapak të deformuar. Kur askush nuk sjell më shumë, ata përdorin ujë nga liçeni, të filtruar nëpër copa të grisura ose të zier në tenxhere të zeza për të pirë ose për ta përdorur në përgatitjen e ushqimit që shpërndahet rastësisht. Tualetet nuk janë hapësira të mbyllura ose të mbrojtura, por më tepër kabina të bëra nga qese të trasha dhe degë të kryqëzuara, të vendosura në skaje, mbi derasa që mezi dalin nga toka. Ndërsa disa vendosin perde plastike për mbulim, të tjerë thjesht përdorin hapësirën e hapur me mbeturina që përfundojnë duke u marrë me vete nga rryma ose duke u larë nga valët që përplasen aty pranë gjatnetëve më të ashpra. Gjërat që nuk janë më të dobishme grumbullohen pranë qosheve më pak të trafikuara, kushishe të çara, mustaqe të djegura, copa litari, këpucë të shkatëruara. Kuti të lagura dhe mbeturina ushqimore mund të shihen të përziera me mbeturina që janë grumbulluar për ditë të tëra. Për të pastruar rrugën ose për të liruar hapësirë, disa ndezin zjarre dhe e lën tymin të marrë me vete atë që ka mbetur, duke përdorur lecka të vjetra për të mbuluar ndërsa presin që era të largojë renë e dendur. Meqense se nuk ka më hapësirë horizontale, shumë fillojnë të vendosin gjëra në çati, ku ndërtojnë platforma tharjeje për peshqit ose për të varur rrobat e lagura, duke i mbajtur ato lart me litar të kryqëzuar të shtrirë midis kasolleve. Ndërsa ata që ecin poshtë llogarisin me kujdes qëndrimin e tyre në mënyrë që të mos fundosen midis zonave të brishta ose të shkelin në hapësirën e vetme të lirë të dikujt tjetër, sepse gabimet paguhen me britma ose shtytje. Kur pijet alkoolike vendosin rregullat kur perëndon dielli, ata që kthehen me rjeta të lagura ecin midis strukturave të varura, ndërsa të tjerë ndezin zjarre me prush të vjetër. Disa ulen me rroba të lagura dhe duar plot me kartëmonedha të palosura, dhe nxehtësia që nuk largohet kurrë nga toka takohet me avullin e trashtë të vajit të nxehtë, pikërisht kur shishet pa etiket. Gotat me ngjyra dhe muzika që luhet nga radiot e lidhura me tela fillojnë të shfaqen. Pijet alkoolike qarkullojnë midis tavolinave të bëra nga daule të thyra, stolave të improvizuara të bëra nga dru i lagur dhe hambareve të mbajtura me litar të përdredhur. Ndërsa shitësit përgatisin pije me përzierje të forta të sjella nga kontinenti ose të bëra në ishull me alkool industrial, ujë me origjinë të dyshim dhe aroma të blera me kilogram, të servirura në gota ose qese të thyra që ndërrojnë duar pa pyetje. Zërat ngrihen midis shkëmbimeve të kapjeve të egzageruara, shakave të ashpra dhe gjesteve të papritura. Dhe kur dikush ngrihet shpejt sepse ndjen se është mashtruar, trupat përreth tij reagojnë pa fjalë. Ata afrohen, tensionohen dhe disa e din tashmë se kush do të ndërhyjë, si ta ndalojnë atë që po vjen, ose kur t'i japin situatës një shans për t'u qetësuar pa e prishur plotësisht ekuilibrin. Kushto që ka më shumë para vendos se çfarë muzike do të luhet, sa do të ndahet, kush përfshihet në rreth. Dhe ndërsa ai rreth i vogël bëhet më i dukshëm, pjesa tjetër përpiqet të përzihet duke treguar se çfarë mund të përballojë, sepse në atë mjedis, blerja pa parë çmimin është më e fuqishme se çdo rrjet e mbushur me njerëz. Dhe ata që pinë më shumë janë ata që përfundojnë duke drejtuar vëmendjen pa pasur nevojë ta thonë këtë. Në orët e para të natës, ndërsa zhurma bëhet më e fortë, debatet përshkallëzohen derisa një grup rrethon shkaktarin e problemeve, i kërkon të ulet, e frenon me duar të forta dhe ekzekuton një ndëshkim të shpejt duke përdorur çfarëdo që është afër, një litar, një shkop, një dëras të prerë, një kablo të mbështjellë me lecka, të aplikuar para të pranishmëve, pa paralajmërim, pa asnjë procedurë tjetër përveç forcës së drejtë për drejtë. Personi që aplikon goditjen përqendrohet që ajo të zgjas aq sa është e nevojshme, dhe ata që shikojnë nuk thonë asgjë, nuk e largojnë shikimin, nuk shpjegojnë se çfarë po ndodh dhe as nuk reagojnë më pas. Sepse i gjithë ky proces funksionon si një formë kontrolli e pranuar nga të gjithë, ku një reagim fizik parandalon përhapjen e çrregullimit të nesërmen. Gratë që qëndrojnë në ishull pas errësirës lëvizin me besim midis këtyre grupeve. Disa gatuajnë mbi sobat e tyre, të tjerat ofrojnë pije dhe disa lajnë rroba ose shkëmbejnë malla bazë. Ato pozicionohen në pika ku monitorojnë se kush afrohet, sa ka konsumuar dhe qëllimet e tyre. Nëse zbulojnë një gjest të papërshtatshëm, paralajmërojnë me një vështrim ose largohen nga zona pa shkaktuar skenë.
Ata që kanë qenë atje më gjatë dinë të dallojnë provokimin, dejen dhe një kërcënim të vërtetë dhe e përshtatin reagimin e tyre sipas situatës, sepse ata që i njohin tashmë e kuptojnë se kur njëri prej tyre vepron, e bën këtë pa humbur kohë ose pa kërkuar përforcime. Ato organizohen, njohin grupet e rrezikshme dhe vendosin se kur të qëndrojnë, kur të negociojnë ose kur të largohen shpejt. Disa kanë marrëveshje personale me burra të caktuar që u ofrojnë para, ushqim ose mbrojtje në këmbim të shoqërisë për disa orë. Ata afrohen, flasin me zë të ulët dhe largohen pa shpjegime. Nëse diçka ndërlikohet, ata që janë aty pranë vendosin nëse do të ndërhyjnë apo do ta lënë çështjen të zhvillohet si çdo konflikt tjetër midis të rriturve. Ndëshkime që nuk kanë nevojë për shefa në migingo, mosmarrëveshjet zgjidhen pikërisht aty ku ndodhin, me vendime të shpejta që nuk mbështeten në dokumente, hierarki apo rregulla të dukshme, por më tepër në gjeste të kuptueshme nga ata që kanë jetuar atje për një kohë të gjallë. Sepse ajo që përcakton se si të veprohet në mes të një problemi është ajo që çdo person ka parë shumë herë, një burr që qëndron në heshtje para të tjerëve, një grup që formohet rreth personit të prekur. Një zë që depërton në momentin pak para se çrregullimi të bëhet i pakontrollueshëm. Figurat që vendosin rendin nuk e shpallin veten, nuk mbajnë distinktiv ose nuk përdorin një zë të lartë për të kërkuar respekt, por ata që kanë qenë të pranishëm gjatë situatave të ndërlikuara e dinë kur njëri prej tyre po afrohet, si lëviz kur ndërhyn dhe pse prania e tyre është e mjaftueshme për të hapur rrugën, për të mbytur zërat dhe për të pranuar veprimet që vijojnë pa shumë rezistencë. Kushto që është i përfshirë mbetet në qendër të skenës. Ata që afrohen bëjnë pyetje të shkurtra, të tjerët plotësojnë boshllëqet dhe, sapo grupi të kuptoj sekuencën e ngjarjeve, merret një vendim pa vonesë, pa mendime të lirshme dhe pa pasur nevojë të përsëritet ajo që është bërë e qartë tashmë. Rezultati zbatohet menjëherë, pa konsultim ose paralajmërim. Në shumë raste, reagimi konsiston në një korrigjim fizik të bërë me objektet më të afërta, të cilat mund të jenë një kablo e trash, një litar i lagur, një copë druri ose një shkop i shpëtuar nga një varg e çmontuar. Dy persona e frenojnë autorin e krimit, një i tretë kryen dënimin dhe pjesa tjetër shikojnë në heshtje, pa ndërhyrë, pa kërkuar shpjegime, pa e shndërruar skenën në një spektakël. Pas përfundimit të aktit, trupat shpërndahen, të gjithë kthehen në cepin e tyre dhe episodi vuloset nga i njëjti grup që e pa atë. Askush nuk përmend se çfarë ndodhi, as nuk është e nevojshme të diskutohet më pas. Kjo ndërhyrje është e mjaftueshme për të vendosur mesazhin midis të gjithëve. Një mënyrë tjetër për t'ju përgjigjur dikujt që krijon tension të vazhdueshëm është të ndërpresësh lidhjet e nevojshme për lëvizje brenda ishullit. Atij personi i ndalohet shërbimi i ushqimit, i ndalohet ndarja në rrjetet sociale, i mohohet hyrja në korridore ose zona të caktuara gjumi, dhe të tjerët i përshtatin gjestet, fjalët dhe qëndrimin e tyre sa herë që prania e asaj figure prish rutinën kolektive. Pa i prekur, shtyr ose bërtitur, ato arrin t'i largojnë. Disave u duhen ditë të tëra për të kuptuar se askush nuk mbështetet më tek ata. Të tjerë e ndjejnë këtë që në refuzimin e parë. Dhe kur largohen, vendi bosh zihet nga dikush tjetër pa leje ose ceremoni. Asnjë figurë qendrore nuk e urdhëron këtë. Gjithçka ndërtohet nga ajo që secili person interpreton nga mjedisi. Ata që dinë të vëzhgojnë lexojnë atmosferën, ata që i kuptojnë ritmet ndërhyjnë kur toni ngrihet, dhe ata që kanë jetuar mjaftueshëm gjatë mbi ato gur e dinë mirë ndryshimin midis tensionit të kontrolluar dhe një problemi të pakontrolluar. Çdo skenë kërkon një përgjigje të ndryshme, dhe ato që janë aty pranë e ndërtojnë atë pa një plan paraprak. Disa gra bëhen të parat që identifikojnë se çfarë do të ndodhë. Ato thonë sasinë e duhur, mbajnë mend detajet të sakta, tregojnë drejt për drejt ata që ishin të pranishëm, dhe kjo është e mjaftueshme që pjesa tjetër të veprojë. Ata nuk kanë nevojë të përsërisin atë që panë. Kur njëri prej tyre tregon me gisht, të tjerët e përfundojnë skenën pa hezitim. Fjala e tyre bëhet spirancë për vendimmarrje. Të sapoardhurit nuk marrin pjesë menjëherë. Ata i kalojnë ditët e para duke vëzhguar me kujdes se ku vendosen objektet, si ndizen prushat, kur formohet një vijë për të tharë peshqit ose kush ka përparësi në një kryqëzim të ngushtë. Gjatë kësaj kohe, secili mëson se cili gjest parashikon një reagim, cila frazë e ndërpret një argument dhe kur është koha për të qëndruar në vend.
Peshku që mban ishullin. Peshku i pjekur çdo ditë në Migingo fillon me burra që shtyjnë varka të vjetra drejt zonave të peshkimit që tashmë i njohin mirë, duke mbajtur rjeta të lidhura me litar me ngjyra të ndryshme. Motor të montuar me pjesë të përdorura të markave të ndryshme, kanaçe gjysmë të mbushura dhe kuti të improvizuara për të ruajtur çdo gjë që kapin, sepse qendra e të gjithë aktivitetit në këtë shkëmb ka qenë e njëjtë për vite me radhë. Peshku i Nilit, një peshk me mish të bardhë, që siguron ushqim, akull, dhurata, riparon pjesë të thyra ose u dërgon diçka atyre që janë larg. Varkat më të shpejta arrin në vendet më të lakmuara, ato me peshkun më të mirë vendosin çmimin dhe të tjerat rregullojnë ngarkesat e tyre sipas vëllimit, sepse kushto që kthehet me peshk arrin të shes me vonesën më të vogël. Fiton vendin më të mirë për të tharë peshkun dhe merr copat e akullit që mbërrin nga kontinenti i pari në qese të lagura. Kushto që mbërrin më vonë rregullon atë që mbetet. Peshku është i organizuar pa humbur kohë. Disa i rendisin sipas madhësisë, të tjerë i lajnë gjurmët e gjakut me ujë të ruajtur gjatë mëngjesit të hershëm, dhe në të njëjtën kohë, blerësit shfaqen me kuti të ndryshkura, termos të vjetër dhe qese të ricikluara, duke lëvizur midis atyre që ofrojnë fileto të plota, mish të prerë ose copa të tëra në tabaka plastike. Transaksionet nuk kërkojnë shumë biseda. Ata me sasitë më të mëdha marrin më shumë vëmendje. Të tjerët presin që dikush t'i shikojë. Udhëtimi i atij peshku fillon në varka, kalon nëpër duar të stërvitura tashmë për të dalluar çdo fileto dhe përfundon në varka më të mëdha, motocikleta me arka të përshtatura ose ndërmjetës që e çojnë atë në frigorifer që ndodhet më larg, ku prerjet paketohen në plastik, shënohen me data të fundit dhe më pas dërgohen në zinxhir shpërndarjeje që kalojnë nëpër rajone të tëra, megjithse ata që hedhin rjetat rrallë shohin se çfarë ndodh më pas. Vlera nuk varet nga përpjekja që peshkatari bën në ujë, por nga sa e dobishme është ajo që solli për atë ditë. Ata që e kuptojnë mirë këtë dinamik i japin përparësi ruajtjes së kapjes së tyre, negocimit të mirë të shpërndarjes dhe sigurimit të raundit tjetër të peshkimit. Ata që kontrollojnë pjesë këmbimi, karburant ose anije të marra hua mbajnë gjithashtu një pjesë, sepse pa atë akses, askush nuk mund të dalë dhe të kërkojë asgjë. Në ishull, shumë punojnë pa prekur ujin. Ka nga ata që qepin rjeta, riparojnë motor, japin akull hua ose lejojnë njerëzit të mbushin fuqi. Të gjitha këto shërbime paguhen me para në dorë ose me fatura të njoma, të cilat më pas shpenzohen shpejt për goshta, litar, thika, fener, bateri, karem, çizme ose çfarëdo që nevojitet për të siguruar që peshkimi i ditës tjetër të jetë i pandërprerë. Çdo grup vendos se si ta shpërndajë kapjen e tyre. Disa japin gjithçka dhe marrin pjesën e tyre më vonë, të tjerë preferojnë të paguen më shpejt dhe disa blejnë pajisje midis disa personave, ndajnë kostot dhe madje ndajnë fitimet. Këto vendime ndryshojnë nga muaji në muaj, varësisht nga gabimet e bëra, besimi midis kolegëve ose rezultatet e kapjes më të fundit. Parat përdoren pa vonesë. Ato transformohen në ushqim të nxehtë, vegla, copa kanavac, pjesë që mungojnë ose objekte për t'u dërguar jashtë ishullit. Disa rezervojnë një pjesë për të afërmit. Të tjerë e përdorin atë për marrëveshje personale. Kursimi nuk është i zakonshëm. Urgjenca e ditës tjetër gjithmonë ia kalon asaj që mund të ndodhë më vonë. Në ditët e ngadalta, tensioni ndihet pa fjalë. Ka më pak zhurmë midis varkave, ka më shumë debate mbi madhësinë e peshqve, pagesat vonohen, faturat e vjetra kërkohen dhe çmimet rregullohen në çdo hap. Disa fshehin atë që kanë kapur. Të tjerë dorëzohen para se të humbasin shitjen. Fytyrat ndryshojnë, akulli konsumohet para kohe dhe lëvizjet përshpejtohen sikur nxitimi të ishte e vetmja mënyrë për të mbajtur ritmin. Truket të peshuara në heshtje sa herë që dikush hedh rjetën dhe kthehet me një kovë plot, shqetësimi nuk mbaron me kapjen. Përkundrazi, fillon një garë për t'u siguruar që numri në peshore është mjaftueshëm i lartë për të rikuperuar përpjekjen, sepse në Migingo vlera matet me peshë dhe kjo shifër mund të ndryshohet me lëvizje të vogla që shumë i kanë zotëruar pa pasur nevojë për fjalë ose shpjegime. Para se të vendosin peshkun në peshore, disa e spërkasin me ujë ose e zhytin shpejt në mënyrë që teprica të mbetet në lëkur, duke i lejuar ata të shtojnë disa gram pa ngritur dyshime. Të tjerë vendosin gur të mbështjell, pako të rënda nën akull ose copa të fshehura midis filetove më të mira.
Nëse blerësi nuk shikon nga afër ose është me nxitim, gjithçka vazhdon pa ndërprerje. Ata që merren me këtë lloj mashtrimi e dinë më mirë se kur të përdorin peshorën e tyre të rregulluar, sa të tregojnë dhe me këta provojnë. Sepse nëse marrëveshja është urgjente dhe klienti nuk kërkon një rishikim, shifra përfundimtare rritet pa pasur nevojë për gënjeshtra. Bëhet në heshtje. Mblidhet. Dhe të gjithë kthehen në rutinën e tyre normale, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Në disa raste, filetot janë të rregulluara në mënyrë strategjike. Copat më të ndritshme, me madhësinë më të mirë dhe pa të meta vendosen sipër, ndërsa copat e dëmtuara, të buta ose të prera me prerje të dukshme vendosen poshtë. Nëse blerësi shikon vetëm shtresën e sipërme, ai pranon pa ankesë. Të tjerë mbulojnë një ngarkesë të vjetër me akull të ri për të shtirë freskinë. E gjithë kjo funksionon nëse pala tjetër nuk këmbëngul të kontrollojë çdo shtresë. Ata që marrin kredi të mëparshme detyrohen t'ia dorëzojnë kapjen e tyre të njëjtit ndërmjetës për javë të tëra. Çdo shitje zbritet nga avansi i marrë, por këto zbritje nuk mbarojnë, sepse gjithmonë shfaqet një borxh shtesë, një copë e thyrë, një varg e huazuar, një favor i vjetër. Ky zinxhir i mban shumë në marrëveshje që nuk i kanë zgjedhur, por të cilat nuk mund t'i prishin pa humbur kanalin e tyre të vetëm të garantuar të shitjeve. Në ditët e peshkimit të dobët, ata që arrin të kthehen me diçka përballen me blerës që ulin çmimin me justifikime ose dërgojnë palë të treta për të ofruar më pak. Dhe nëse dikush guxon të kërkojë më shumë, ai hiqet nga grupi i trajtimit preferencial, lihet në pritje ose thjesht nuk blihet nga të nesërmen. Kështu vendoset një tavan i heshtur që të gjithë mësojnë ta respektojnë në mënyrë që të mos lihen jashtë. Në vend që të pranojnë peshoren që sjell shitësi, disa blerës kërkojnë të përdorin të vetat, me rregullat dhe kushtet e tyre që askush nuk i vën në dyshim. Ndonjëherë ata thonë se ena është e dëmtuar, peshku është shumë i lagësht ose ngarkesa nuk i plotëson kërkesat, dhe nëse dikush debaton, ata humbasin kohë, humbasin një vend dhe përjashtohen nga marrëveshja tjetër. Në ishull, çdo thashethem mund të prish përpjekjet e disa ditëve. Nëse thuhet se një peshkatar ka fryrë peshën, ka përzier peshk të dëmtuar ose është përpjekur të mashtrojë një blerës, nuk ka rëndësi nëse ishte e vërtet apo jo. Nëse komenti përsëritet, klientët largohen, kolegët i përjashtojnë ngadaljet dhe huadhënësit ndalojnë së ofruari mbështetje. Këtu nuk ka hetim. Njerëzit veprojnë sipas asaj që dëgjojnë. Nga ana tjetër, blerësit gjithashtu i përshtatin metodat e tyre. Disa përziejnë ngarkesat e vjetra me të reja, japin kartëmonedha të grisura, pretendojnë se peshku mban erë të keqe vetëm për të ulur pagesën ose ankohen për madhësinë për të marrë një zbritje. Nëse dikush kërkon më shumë se ç'duhet, ata e humbasin atë lidhje. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz pranojnë kushte të ashpra për të mos humbur të vetmen pikë daljeje që garanton të ardhurat të menjëhershme. Më me përvojë dinë të lexojnë çdo lëvizje. Ata bëjnë dallimin midis një gabimi dhe një përpjekjeje të qëllimshme dhe preferojnë marrëdhënie që zgjasin, edhe nëse fitojnë më pak, në vend që të ndryshojnë blerësit çdo javë dhe të rrezikojnë të mbeten jashtë pikërisht kur peshkimi është në kulmin e tij. Kjo stabilitet, megjithse i kufizuar, garanton vazhdimsi në një mjedis që nuk ofron pushim. Çdo marrëveshje sillet rreth një numri. Një ndryshim minimal në peshë mund të prish humorin, të ndalojë një negociat ose të shkaktojë një konflikt që përhapet në marrëveshje të tjera. Kjo është arsyeja pse ata që kanë qenë atje për një kohë dinë si ta paketojnë kovën, çfarë lloj akulli të përdorin, si t'i vendosin filetot dhe kur t'i nënshtrohen një kërkese, sepse në Migingo gjithçka shihet, gjithçka thuhet dhe gjithçka mbahet mend pa pasur nevojë askush ta shkruajë. Akulli që vendos kush fiton në Migingo, momenti kur një varg kthehet me peshk të freskët nuk shënon fundin e punës, por më tepër fillimin e një gare të heshtur për të siguruar bllokun që ruan vlerën e asaj ngarkese. Sepse çdo copë akulli që mbërrin nga kontinenti ka fuqinë të përcaktojë nëse një grumbull shitet i plot, i ndar apo i zbardhur pa blerës para perëndimit të diellit. Askush nuk prodhon akull në ishull, kështu që bllloqet kalojnë liçenin të mbështjella me thas të lagur, të grumbulluara mbi mushama të konsumuara që mezi i mbrojnë nga nxehtësia. Ato mbërrin gjysmë të shkrira, të ndara nga lëvizja e udhëtimit, të mbajtura nga burra që nuk pyesin, nuk shpjegojnë, që thjesht shkarkojnë. Presin me hanxhar të përkulur dhe dorëzojnë sipas marrëveshjeve të pashkruara që të gjithë i kuptojnë vetëm me një shikim.
Shpërndarësi nuk shpall lista ose nuk shkruan emra. Ai shikon se kush po afrohet, kujton se kush pagoi në kohë herën e fundit, kush dorëzoi një pjesë të grumbullit të tyre pa probleme dhe kush shkaktoi një problem në radhë në ditët e mëparshme. Me atë përmbledhje mendore, ai vendos se kujt t'ia jap më parë, kujt t'i lër duke pritur dhe kujt t'i injoroj plotësisht, pa thënë asnjë fjalë të vetme. I gjithë bloku është i ndarë në copa mezi sa për të mbushur një ngarkesë. Çdo pjesë duhet të përdoret shpejt, të vendoset mbi peshk pa humbur kohë, të shitet ndërsa është ende e dobishme, duke zgjedhur midis pritjes së blerësit ideal ose ndarjes së produktit me çdo që është i disponueshëm, ndërsa akulli shkrihet në vap dhe gishtat e tij zhyten në mishin e lagësht. Ata që arrin të sigurojnë një copë të mirë fitojnë kohë shtesë, liri veprimi, fuqinë për të zgjedhur se kujt t'i dorëzojnë mallat dhe mundësinë për t'i dhënë hua dikujt tjetër një pjesë të furnizimit të tyre, jo nga bujaria, por për të krijuar një borxh që më pas shlyhet me ndihmë, favore, mbrojtje ose diçka të dobishme në momentin e duhur. Në Migingo, çdo gjest ka një çmim, madje edhe heshtja. Sytë që askush nuk i injoron në Migingo, gjithmonë ka figura që nuk presin peshk ose nuk mbajnë akull, nuk riparojnë rjeta ose nuk merren me para, por qëndrojnë fort në skaje, ulur në stola të shtrembër, mbështetur në mure të ndryshkura ose mbështetur pranë varkave, duke parë të gjithë ditën të kalojë nga momenti që mbërrin varka e parë deri në fikjen e llambës së fundit, pa folur shumë, pa dhënë urdhra, por duke ditur gjithçka që ndodh sepse kanë qenë atje çdo ditë për shumë kohë. Askush nuk u kërkon atyre të punojnë, askush nuk kërkon pjesëmarrjen e tyre, e megjithatë çdo gjest, çdo diskutim, çdo shkëmbim që ndodh para syve të tyre regjistrohet në një kujtesë që nuk ka nevojë për shënime, sepse ata kujtojnë se kush e kaloi vijen, kush shiti më pak pa u thënë të tjerëve, kush mori një copë akulli pa e fituar atë, kush u shfaq me një rjet të re pa qenë në udhëtimin e mëparshëm të peshkimit, dhe ai vëzhgim i vazhdueshëm bëhet një formë kontrolli që nuk ka nevojë për shpjegim. Ata gjithmonë pozicionohen në skaje, në qoshe ku nuk u pengojnë, por nga ku mund të shohin pa ndërprerje të gjithë lëvizjen midis rjetave, pakove, blerësve dhe transportuesve. Edhe pse askush nuk i përshëndet, të gjithë e dinë kur të ngrenë zërin, kur të rregullojnë qëndrimin e tyre ose kur të ndryshojnë tonin nëse njëri prej tyre kthen kokën ose fikson shikimin në një skenë që duket se kalon pa u vënë re. Të sapoardhurit nuk e kuptojnë rolin e tyre në fillim. Ata i shohin si figura pasive, si pleq parol, por ndërsa ditët kalojnë, ata vënë re se bisedat e ulin volumin kur janë përreth, se marrëveshjet pezullohen nëse nuk shikojnë dhe se vendimet të caktuara nuk merren derisa njëri prej tyre të përkul kokën, të kryqëzoj krahët ose të ulet në vendin e tij sikur të autorizoj pa fjalë. Nuk ka hierarki midis tyre, ata nuk organizohen vetë dhe as nuk shpërndajnë detyra, por funksionojnë si një rjet i vetëm me prani të vazhdueshme, një strukturë e padukshme që nuk imponohet me forcë, por me sigurinë se vëzhgimi dhe kujtesa janë të mjaftueshme për të ruajtur rendin në një vend ku pothuajse gjithçka lëviz jashtë çdo rregulli të shkruar. Kushto që përpiqet të lëviz jashtë kodeve e vëren shpejt, sepse mund të fshehë peshë, të rregullojë ekuilibrin ose të negociojë jashtë qarkut, por të nesërmen e gjen veten me më pak akses, më pak vëmendje, më pak blerës, më pak ndërrime dhe e kupton se ajo që është bërë para atyre syve pa shprehje ka pasoja që zbatohen në heshtje. Nuk i sheh duke porositur diçka, por kur duhet të merret një vendim, të gjithë shikojnë në anën e tyre, duke pritur një gjest që tregon nëse duhet të ecin përpara, nëse duhet të dorëzohen, nëse duhet të heshtin. Ata nuk kanë nevojë të thonë asnjë fjalë. Miratimi i tyre nuk kërkohet, por prania e tyre është e mjaftueshme për të mbyllur ose hapur marrëveshje pa konflikt, sepse ata që rrezikojnë të injorojnë ato përfundojnë duke u përballur me pengesa që askush nuk i shpjegon. Në Migingo, kontrolli nuk imponohet, është në ajër. Gjithçka regjistrohet nga shikime që askush nuk i drejton, por që të gjithë i respektojnë. Dhe megjithse nuk ka rregulla të shkruara, askush nuk dyshon se ishulli funksionon. Gjëja e çuditshme është se funksionon.